ndonjërs prej partive, pra nëse shtyhen këto zgjedhje, a mërmenja edhe kësaj radhe PDK-a dhe LDK-a do të fitojnë më së shumti komuna, ende vetëvendosja është e dobët në zgjedhje lokale, të shohim, mund të ketë ndonjë befasi, por janë disa komuna, për shembull Kushtrim, që do të jetë një garë fort. Për shembull në Prishtinë nuk dihet kush do të fitojë. Nuk e ka të sigurt kryetari i tanishëm, as në Prizren, as në Mitrovic. Pra janë disa komuna që do të mund të ishin befasi, po në përgjithësi prap besoj që LDK-a dhe PDK-a do të pozicionohen prap më së miri si herën e kaluar sa i përket sasisë pra të komunave që do të fitojnë. Pse mendon ti që PDK e LDK do fitojnë më shumë komuna? Po janë partitë e etabluara në nivelin lokal dhe vetëvendosja është ende e dobët në nivelin lokal. Pra vetëvendosja ka shtrirje komplet vertikale, po thuaj, jo horizontale. Vetëvendosja ka shtrirje horizontale në zgjedhjet e përgjithshme, por lokale vrehet që është ende nuk ka mes. Kemi një sistem tjetër që dallon prej zgjedhjeve parlamentare, pra sistemi i zgjedhjeve lokale është më shumë presidencial, nga ballotazhi mund të humbash dhe në një farë mënyrë ato vota nuk akumulohen dikund dhe kështu e humb. Shumë interesant. Për shembull Halilin, ne diskutuar shpesh me Halilin, sidomos periudhës fundit kohore, thotë tendenca për shkuar në zgjedhje dy palë që i konvenojnë vetëm një pale. I bie një partie, që i bie partisë në pushtet. Aktualisht lëvizjes vetëvendosje e cila historikisht nuk ka kaluar mirë në zgjedhjet lokale, hiç Prishtinën, të cilën natyrisht